Kosova mbizotëroi debatin në seancën e radhës plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Fillimisht, shkaku bë kërkesa e vazhdueshme e Partisë Demokratike për zhvilluar një mocion me debat për gjenocidin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë kërkesë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla renditi një sër akuzash për kreun e Partisë Demokratike Sali Berishën. Qysh në mandatin e parë të ati si president, i parë i vendit aso kohë, me shumë veprime ju vu ndesh interesit Kosovës. A ishte shkelja e embargos OKB-s kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës, po apo jo? Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimit famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Por as Sali Berisha nuk u kursye në akuzën ndaj grupit të socialistëve, duke i cilësuar si shërbëtor të Aleksandar Vučić. A mundet një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është jargati Aleksandar Vučićit. Ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Kreu i Partisë Demokratike komentoi protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s dhe qasjen e kryeministrit Edi Rama ndaj këtij tubimi. Edhe mitingu që bëhet me nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe të vinë, kishit planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalim. Kryeministri nuk do t'jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që të mos e politizojmë. Këtyre akuzave nga radhat e socialistëve ju përgjigje edhe deputeti Ulci Manja, duke konsideruar kryeministrin Rama si avokat të shkëlqyer të çështjes së Kosovës. Kosova është pjesë e qëndësishme e çdo shqiptari dhe çdo njeriu që ka gjak shqiptari. Sa për Edi Ramën, është avokat i shkëlqyer i çështjes Kosovës. Me qëndrimet forta diplomatike, aty ku realisht bëhet politika europiane dhe ndërkombëtare për Kosovën. Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi kërkoi nga socialistët të votojnë rezolutën që dënon gjenocidin serb si një mbështetje reale ndaj Kosovës. Tregoni që e doni Kosovën, miratoni rezolutën kundër krimeve serbe, kundër genocidit serb në Kosovë. Kush ka më shumë vlerë? Një rezolutë e dal nga parlamenti apo fjalët hipokrite të atyre që morën iniciativën e Ballkanit hapur për ta bërë Serbinë lokomotivë ekonomike të rajonit. Ndër të tjera, socialistët i drejtuan thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë të bëhen pjesë e protestës në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s ditën e premte në orën 17.